Përshëndetje shenja peshores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat I ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 6 shkopin, të dashuruarit, mbreti I shpatave, kalorësi I monedhave. Atëherë duket se ju hyni në javë me energji fitoreje. 6 shkopin të tregon vlerësim, arritje, miratim nga të tjerët. Mund të merrni komplimente, të ndjeni të pranuar ose të arrini diçka që ju rrit vetbesimin. Por të dashuruarit tregon një zgjedhje të rëndësishme, nuk është thjesht dashuri, është vendim që prek zemrën dhe moralin tuaj. Mbreti I shpatave ju bën racional, ju analizoni çdo detaj, ndërsa kalorësi I monedhave tregon që ju kërkoni stabilitet, jo aventura të pamenduara. Narrativa në këtë histori më lë të nënkuptoj se ju ndoshta jeni në një moment ku duhet të zgjidhni midis asaj që duket mirë dhe asaj që është e qëndrueshme. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos merrni vendime për t'i kënaqur të tjerët. Ju duhet të zgjidhni atë që ju jep qetësi afatgjatë, jo vetëm duar trokitje momentale. Kalojmë në familje. Në familje kemi hëna, 8 monedha, drejtësia dhe faqja e monedhave. Në familje ka emocione të pathëna. Hëna tregon konfuzion ose ndjeshmëri të lartë, frikë, ankth. Dikush mund të mos shpreh qartë çfarë ndjen. 8 monedhat tregon përpjekje. Ju ose dikush në familje po mundohet të përmirësojë diçka. Drejtësia është karta juaj kryesore dhe kjo kartë kërkon balancë, kërkon drejtësi, ndonjëherë flet për energji karmike. Faqja e monedhave tregon fillim praktik, ndoshta një lajm për financa, studime ose një hap konkret, ose për një fëmijë, ose për financime ndaj një fëmije. Kartat këshillojnë se ju nuk duhet të supozoni, duhet të pyesni, ju duhet të sillni qartësi atje ku ka mjegull. Mos e lini ankthin të krijojë histori që nuk janë reale. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi faqja e kupave, kryepriftëresha, 8 shkopinj dhe mbreti I kupave. Në dashuri energjia duket shumë e ndjeshme. Faqja e kupave tregon ndjenja të buta, mesazhe romantik, një fillim emocional. Mund të jetë dikush që shpreh interes me delikatesë dhe pafajësi. Kryepriftëresha tregon mister, diçka nuk thuhet plotësisht. Mund të ketë ndjenja të fshehura nga ju ose personi juaj. 8 shkopin sjell komunikim të shpejtë, mesazhe, takime, lëvizje. Mbreti I kupave tregon stabilitet emocional, maturi, dashuri, e ka një vetë kontroll të papar ndaj ndjenjave. Narrativa në dashuri më lë të nënkuptoj se ju ndjeni diçka të bukur, por nuk jeni plotësisht të sigurt ndoshta. Dhe ka komunikim, por ka edhe heshtje. Nëse ju jeni në një marrëdhënie, ju duhet të hapeni më shumë. Mos prisni që partneri ose personi në mendjen tuaj të jetë I aftë të lexojë mendimet tuaja. Sepse ankthi mund t'ju bëjë të dyshoni pa arsye. Mos lejoni frikën të helmojë një situatë që në thelb është shumë e mirë, është shumë e bukur. Nëse ju jeni vetëm, mund të ketë një person që ju vëzhgon në heshtje, dikush me ndjenja serioze, por ju duhet të mos projektoni skenar që janë negativ, vetëm sepse gjërat po lëvizin shpejt. Sepse ndonjëherë kur gjërat lëvizin dhe janë në rrugë të mbar, ndoshta edhe na trembin. Dashuria këtë javë, me pak fjalë, ka potencial shumë të mirë, por ankthi juaj mund të krijojë pengesa. Kartat këshillojnë se ju duhet të besoni më shumë në atë që ndjeni. Ju duhet të mos e mbani gjithçka brenda. Ju duhet të mos analizoni çdo mesazh apo çdo fjalë, sepse dashuria kërkon butësi, jo kontroll. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 4 shkopin, karroca, asi I monedhave dhe 10 kupat.
Në punë, kjo është energji shumë pozitive. Katër shkopin tregon stabilitet. Karroca tregon lëvizje, vendosmëri. Asi i monedhave sjell mundësi konkrete që mund të jenë financiare. 10 kupat tregon kënaqësi dhe harmoni. Historia duket shumë e bukur në punë. Pra narrativa është që ju mund të merrni një ofertë, një kontratë, një projekt që ju jep jo vetëm fitim, por edhe kënaqësi emocionale. Mund të merrni para, por në prizën Miracle ne kemi ankth. Dhe kjo tregon që ju mund të dyshoni në veten tuaj. Pra mund të mendoni, po sikur të mos ja dal. Ndoshta kjo ju stagnon. Kartat këshillojnë për ju në punë se duhet të besoni në aftësitë tuaja. Ju duhet të mos e sabotoni suksesin me mendime negative dhe me duart tuaja. Pra duhet të veproni me vendosmëri, sepse ankthi këtë javë është më shumë psikologjik se sa real, nuk është i vërtetë. Gjërat rreth jush janë më pozitive se sa mendja juaj ju lejon që ju t'i shihni ato. Paçim.